Mungesa e një buletini shëndetësor mbi virozën e Sali Berishës kanë sjellë përveç vakumit edhe disa zëra që duket jo krejt spontan. Zëra që vinë nga kuzhina mediatike familjare, të cilët si papritur po shpërndajnë idenë se mungesa e Berishës ka sjellë një thatësirë në politikën e Selis Blu. Këta zëra po thonë se vezën e doktorit nuk po e bën asnjë njeri tjetër nga udhëheqësja dhe hapësira nuk po mbushet as si sasi, jo më për cilësi e përmbajtje reagimi politik. Parë në kontekstin e telekomanduar të këtyre reagimeve shtohen dyshimet nëse kemi të bëjmë me një viroz politike apo vërtet doktori nuk ndihet mirë. Gjë që është normale pas një strapatësimi të gjatë të fushatës për moshën që ka, është normale një pushim e qetësi disa ditor, sidomos pas dhimbjes së kokës nga bllokimi i situatës për te oqeanit dhe pse lëvizi një sasi e madhe dollarësh plot 6 milion. Megjithatë, edhe sikur viroza të jetë bërja e vërtet, sinjalet e një reagimi i tillë kritik ndaj lidershipit aktual poshtë Berishës duket se ka brenda shkaqet, por edhe pasojat e tij. E para zhvendose debati, diskutimi nga dorëheqja apo largimi nga posti i kryetarit PD-s duke përdorur Nenin Basha, me synimin e krijimit të një fronti të ri për ta sfumuar të parin. E dyta është krijimi i një situate alla reality show ku rrit tensionet për nominimet apo eliminimet e radhës. Se në këtë rast duket se kanë filluar të qarkullojnë fabulat e para, ku fantazia fluturon shumë nga bastegjinjt mediatik të politikës. Fantazit kanë lëvizur nga sherrri i flamurit me Albanën tek ndëshkimi i pritshëm i Gazbardit, rikthimi i Salianit apo emërimi i një udhëheqje të re. Të gjitha këto sinjale krijojnë një perceptim së pastrimesh të mundshme në shtator, por që duken më shumë për zhvendosur vëmendjen nga Neni Basha. Pasi Berisha nuk e ka komoditetin të paktën tani për të nisur një fushatë së pastrimesh, sidomos përpara zgjedhjeve lokale, pasi përçarja e dukshme mund të marrë për masa edhe të mëdha si perceptim. Doktorit i intereson një status quo, por siç ka bërë gjithmonë i intereson të luajë me emra dhe situata, për të sajdisur opinionin kryesisht ato opozitar, për t'i dhënë një shpresë të rreme se do të ketë lëvizje, spastrime apo përgjegjësi pas rezultatit të rënd të 11 maj. Të paktën ta mbaj me gajret deri në shtator, pasi atëherë, pasi të ik vapa me gushtin, ndoshta del ndonjë histori e re për ta thurur kështu nga telekomandat familjare të televizionit. Gjithsesi, edhe pse Berisha kërkon të tregojë se është fort në lojë dhe pse pa qejf, duke luajtur fijet e intrigës dhe lojës mediatike, çështja e problemeve në udhëheqësi duket se qëndron. E kjo u paqë në seancën e fundit kuvendit ku një pjesë e madhe e deputetëve ishin me nerva të vendosura. I vetmi nga të rikonfirmuarit që e kishte dyst ishte Gjekmarka, i që duket se e ka marrë sërish lehtë, nuk shqetësohet nga niveli i lëvizjes së humorit apo nervave të doktorit.